Vendet në të gjithë Europën, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, janë goditur nga kushtet e thatësirës së muajit të fundit, me frikën për mungesë uji nëse nuk vinë shira të konsiderueshëm të verë, ndërkohë që dështimet e të korrave kanë filluar të raportohen nga fermerët. Të dhënat e reja tregojnë se maji i vitit 2025 ishte maji i dytë më i ngrohtë në nivel global, me temperaturë mesatare të ajrit në sipërfaqe prej 15,79 gradë Celsius, 0,53 gradë Celsius mbi mesataren e majit të vitit 1991 deri në vitin 2020. Muaji ishte 1,4 gradë Celsius mbi mesataren e vlerësuar të viteve 1850 deri në 1900, të përdorur për të përcaktuar nivelin para-industrial. 1,5 gradë është objektivi klimatik i rënë dakord nga Marrëveshja e Parisit e vitit 2015. Objektivi për 1,5 gradë Celsius matet gjatë 1 ose 2 dekadave, kështu që një vit i vetëm mbi atë nivel nuk do të thotë se objektivi është anashkaluar, por tregon se emergjenca klimatike vazhdon të intensifikohet. Çdo vit në dekadën e kaluar ka qenë në një nga 10 më të nxehtit, në të dhëna që datojnë që nga viti 1850. Motitat ka vazhduar në shumë pjesë të botës. Në majin e vitit 2025, pjesa më e madhe e Europës veriore dhe qendrore, si dhe rajonet jugore të Rusisë, Ukrainës dhe Turqisë, ishin më të thata se mesatarja. Pjesë të Europës veri perëndimore përjetuan nivelet më të ulta të rreshqeve dhe lagështisë së tokës që nga të paktën vitin 1979. Muaji maj gjithashtu pa temperatura normalisht të larta të sipërfaqes së detit në Atlantikun veri lindor, duke arritur nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë.